Bashkia Vlorë, e drejtuar nga kryetari Ermal Dredha, ka shpallur fituesin e një tenderi të rëndësishëm me vlerë rreth 500.000 euro për rikonstruksionin e rrugës Pusi i Mezinit. Fitues është shpallur kompania Sterkaj në pronësi të Lulzim Sterkajt, kushëriri i deputetit socialist Paulin Sterkaj. Ky fakt ka ngritur dyshime mbi mënyrën e përzgjedhjes së fituesit dhe transparencën e procesit. Tenderi me këtë numër reference kishte një fond limit prej 49.744.000 lekësh të reja pa TVSH, ose afërsisht 600.000 euro me TVSH. Oferta fituese e kompanisë Sterkaj ishte 22.276.000 lekë të reja pa TVSH, ose rreth 500.000 euro me TVSH, duke përfaqësuar 85% të fondit limit. Në tender morën pjesë gjithsej 8 kompani, por ajo që ka ngritur dyshime të mëdha është fakti se 5 nga ofertat e paraqitura ishin më të ulta se ajo e kompanisë fituese, megjithatë u injoruan nga Bashkia Vlorë. Ky fakt ngre pikpyetje serioze mbi integritetin e procesit të përzgjedhjes dhe rrezikun e një tenderi të paracaktuar. Një element kyç në analizën e këtij tenderi është proporcioni i ofertës fituese ndaj fondit limit. Në praktikat e zakonshme të prokurimeve publike, një ofertë që qëndron pranë fondit limit, sidomos në kufirin 85% deri në 100%, është shpesh indikator i një gare jo të mirëfillt ose një skeme ku fituesi dihet paraprakisht. Fakti që 5 kompani të tjera ofruan çmime më të ulta dhe nuk u morën parasysh, sugjeron se vlerësimi nuk është bërë me standarde të drejta dhe konkurruese. Përfshirja e kompanie të lidhur me një figurë të njohur politike siç është Paulin Sterkaj në një tender të financuar nga fondet publike është një tjetër element që shton dyshimet mbi legjitimitetin e procesit. Në të kaluarën, raste të ngjashme kanë qenë objekti i shqyrtimit nga institucionet e kontrollit dhe organet ligjzbatuese, pasi shpesh kanë rezultuar në kontrata të paracaktuar ku fituesi dihej që në fillim.